Subhanallah, kur ti meditoni shtyllat e islamit, namazi, zakati, agjerimi, haxhi, gjitha kur ta shikosh janë dalë prej rahatis, dalë prej komfortit. Edhe kjo është arsyeja pse unë gjithmonë e përmendi që do të më dalë prej rahatis, do të më dalë prej komfort zonës, me adaptu veten me vështirësi, që kjo quhet reziliencë, thonë që studiohet shkencëtarisht se sa e rëndësishme është rezilienca, kur e fiton njeriu reziliencën i lehtësohet jeta. Edhe shikoj që është edukan islami me fitu reziliencën. Ti me dal prej sabahit në xhami, kjo është këndë një rahati, këndë dush me aprish vetës si. Si shtratë dhe nëzët, Pa, kur ta kështë lumëtoria, është me aprish vetës silin. Vallaj, qëta shumisa njerëz nuk me kuptojnë. Nuk me kuptojnë që rahatia cilë mës rahati. A mës rahatia cilë rahati. Ata me aprish vetës qefin, me dal prej komfort zonës, me falë sabahin xhami është jo vetëm për sabah është më shumë, po edhe për asi, edhe për gjitha namazet namazi është dalje për komfort zonës. Se Allah thot për namazin wastabir alejha, ba shumë sabër në ta. Shumë sabër me kanë i vazhdueshëm na për që vjen na për bjeshk, vjen na për livalle, na për teren, na për zyre, na për garazha, gjithkund vjen. Kjo është me ba sabër, domethënë dalje për komfort zonës. Ashtu edhe zakati, dalje për komfort zonës. Ti kime normalisht njeriu çefi ti është mos me dhon pasuri, mos me aprish vetës si, më grumbullu më shumë. Është dalje për komfort zonës, 1/14. Agjerimi gjithashtu është dalje shumë e madhe për komfort zonës, subhanallahu, se ti realisht pelen gjën që më shumë ti të pëlqen, ushqimi edhe pija. Është tepër dalje për komfort zonës. Edhe haxhi gjithashtu, haxhi edhe ka lodhje shumë të mëdha fizike, po edhe shumë shpenzime të mëdha financiare. Kështu që afshe edhe shtyllat e islamit që janë dyrë xhenetit, janë krejt dalje për komfort zonës. Shahadeti në mënyrë është Edhe ajo shahadeti. çtem në dalë për komfort zonës se të shtem domethënë me kon sabërli në ato që do të më përmbajt, domethënë shahadeti. Lumt goja shumë mirë që e përmende këta. Kjo shahadeti është një hadith shumë interesant që shejtani si vjen njeriut. Tani vjen njeriut kur don me pranu islamin. Është rrethi i tij është pagan, e ke parasysh, ose helul kitab apo çfarë do thënë. Edhe don me pranu islamin, i vjen i cytlat apo don me lan fenë e babës babgjysh. Po don me lan fenë e babës babgjyshit. Edhe është dalje për komfort zone, sidomos për ata që në esencë nuk janë musliman. Kurse neve, Allah i shpërblet babave babgjyshtuan që të komfort zonë na i kanë lecu neve. Na kanë transmetuar shahadetin. Allah i shpërblet na kurse ja u kthejmë këtë begati që na i kanë lecu shumë. Se na shumë franceze, gjermane, angleze, amerikane, holandeze kanë pranu islamin, komplet familja tyne nuk janë musliman. E çfarë dalje për komfort zonë është ajo. Bile është më e madhe prej gjithave. Dhe një gjerman ta shfrejke poshtë një histori që ka pranu islamin, kur ja nisi me mësu për këtë fe madhështore, tha o Zot mos e bë që islami me konë feja vërtet. Tanë, qaq zare ka pas me dalë për komfort zonës, po në fund e ka pranu. Ka pas që s'ka zgjidhje. S'ka alternativë. Historia një djallit amerikan. Ai kështu është, domethënë, në moshën 20 vjeç, po më në si kështu do të. Edhe kallëzojke për historinë e familjes tina, por më këtë familja vetë kishte pranuar islamin. Ka fillimisht e ka pranuar babi, masanej domethënë na ka njoftuar neve që u bë musliman, edhe ky tha masanej ka dalë se cili antari i familjes e ka pranuar. Edhe ky tha kom studiu shumë, edhe se do isha më marr me argumente, jo vetë me pasu verbrisht, edhe masanej thekë që subhanallahu këtë familja u bë musliman. Edhe në perëndim, para mendoj të këtë familja më të bë musliman është begati e madhe. Vallahi elhamdulillah islami të ushtuar të madhe me përmasa që as nuk mundi me imagjinu. Me gjithë luftën mediatike që po i bëhet Islami. Imagjinoj, gjithë ajo luftë mediatike i bëhet,
edhe prapë është feja që mas shumë të shtohet. Edhe kjo me statistika, këm pas lezu statistika një studimit të një qendre të Washingtonit, feja më në rritje në botë është. Edhe së shpejti ka me fitu numrin 1, feja mas shumë të në botë. Edhe pse realisht aja është, përse ku e dione, domon të krishterët nuk kanë shumë parime, kush është krishter, të shumica janë ateista. Që për shembull në Francë janë 40% ateista. Në vende skandinave ka që 60%. E ata i fusin krishter ata. Po kur ta këshysh, edhe tash ka musliman më shumë. Po, hajde ta zonë që edhe ata janë krishter, edhe që ashtu do t'ja u kalojmë së shpejti. Po, inshallah. Për arsye që Islami a feja ma shtuar sa është feja natyrshme. Ekzistojnë grupe terroriste, ekstremiste, jemi të vetëdijshëm, gjithmonë kanë ekzistuar, po pejgamberi alayhis salam ka pastruar Islamin prej tyre se ka fol hala pa dal. Kjo është argumenti i profecisë. Ka paralajmëruar për ekstremistat, thonë që janë krijesa më e keqe dhe i ka urdhëruar pushtetarët që mi luftu ata. Dhe ka thonë ti kisha rrit ata, kisha shkatruar si popullin e Adit. Edhe domon Islami është i pastër be atyne, po njerëzve jo mbështjellin çështjet mediat edhe prapë me gjithë këtë mbështjellim mediatik prapë është feja më në rritjen e botë.